Pyetja që më së shumti në fakt shtrohet është kjo: në ditët ku ne jetojmë, a fiton vërtetësia dhe a fiton sinqeriteti? Unë mendoj që vërtetësia dhe sinqeriteti fitojnë. Mimoza Ahmeti, një nga banoret më të dashura dhe më të komentuara të Fermës VIP, ditën e sotme ka marrë një surprizë të jashtëzakonshme. Mimoza brenda Fermës ka treguar që të qenurit e sinqert, të qenurit e vërtet dhe të qenurit të punosh dhe të jetosh në një punë e cila vërtet, është rrugtim i rënd, por ti dëshiron ta bësh për drejtësi, është e tmerrshme. Mimoza ju është përkushtuar familjes së saj, është përkushtuar bashkëshortit të saj, i cili vuan nga një sëmundje jashtëzakonisht e rëndë, që ne në fakt e kemi sjellë dhe e kemi treguar në kanalin Monitor TV. Vuan nga njër prej sklerozave më të rënda që ne kemi dëgjuar ndonjëherë. Por gjithsesi kjo gjëja nuk është se e ka ndaluar Mimozën që të vinë në fermë edhe të kërkojë ndihmën. Çuditërisht Mimoza kur ka hyrë brenda në fermë nuk e kam imagjinuar që një personazh kaq i nderuar, Mimoza ka qenë gjithmonë personazh i nderuar, të ketë probleme aq të mëdha, qoftë edhe në jetën e saj private. Mimoza ka treguar një jetë shumë të rëndë, ka treguar një jetë shumë të vështirë, që lëre që nuk ka një herë rroba për t'u vesh, por nuk mundet edhe të siguroj muaj në muaj, aq keq ka qenë në jetën e saj. Por kjo gjë nuk është se e ka stepur Mimozën që të ndjekën ëndrat e saj. Sinqeriteti, atë që unë e kam thënë më përpara, që kam thënë që në formatet reality show të fituar janë ato personazhe që janë të sinqertë dhe të vërtetë. Vërtetësia që e karakterizon Mimozën dhe shpirti i saj i mirë e ka bërë që Mimoza të ketë një vend të rëndësishëm tek publiku shqiptar. Ditë më parë Mimoza tregoi që nuk ka një njeri që mund t'i sillte një dron, e kishte këtë pikë në zemër apo një parashut, sido që ta themi. Dhe sot, si për të mirë, këtë parashutën në shtëpinë e Big Brotherit e bëri surprizë bukuroshja jonë e muzikës shqiptare Tajna. Mimoza u fasionua, Mimoza e ka kënduar në formën e saj këngën e Tajnës, kënga ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme, është duartrokitur nga i gjithë publiku shqiptar dhe kjo gjë e fasionoi Mimozën dhe nuk e priste, sinqerisht nuk e priste që Tajna do të jetë këngëtarja e cila do surprizonte Mimozën. Mimoza jetoi e shijoi bashkë me banorët e tjerë, tani banorët e rinj të cilët kanë hyrë e dinë shumë bukur se çfarë fenomeni ka arritur jashtë të bëhet Mimoza, dhe siç duket sonte Mimoza e vulosi atë fitoren. Por e pash që disa nga banorët e tjera, si për shembull Ola, në një farë mënyrë Sara, nuk u gëzuan për mbështetjen që po jepet Mimozës. Tani ndoshta edhe baragjykohen banorët, por duhet ta kuptojmë, janë në pyetje 200.000 euro. Dhe këtë 200.000 euro ato secili duan ta fitojnë vetë. Nga ky video ne do të kuptojmë që duke qenë të sinqertë dhe duke qenë të vërtet, ne arrim që të marrim atë që ne dashurojmë. Surpriza që u bë Mimozës sot e la Mimozën krejtësisht pa fjalë.